Mëshira Allahu subhanahu wa taala. Mëkati që e bën gjatë ditës është pengesë e adhurimit. Edhe kur kam pyetur Fudhal ibn Iyadin rahimullahu taala, e vendosi, planifikoi të zgjohem natën të fali namaz natë, mirë po nuk arri sukses. Çka është? Shkaku. Thot kanë lidhur, kanë prangosur mëkatet. Ande për shumë adhurime që neve na mbeten pa i bën, shkak i asaj janë mëkatet tona që i bëjmë. Po të largoheshim prej mëkateve, Allahu do të na ndihmonte të shtojmë adhurimin. Sepse adhurimi na ngrit neve pozita më të lartë te Allahu. Kur Allahu e sheh se ti je i dëlir prej mëkateve, atë ngrit lart. E për të ngrit lart duhet ashensor. Ashensori ngrit lart për ty janë adhurimet. Edhe Allahu ta leton ti të bësh adhurimet. Ti ta afrosh Allahut më lart. Edhe kundërta, nëse ti bën gjunahe, njollosesh me mëkate, je i pist. Edhe Allahu nuk don të jesh afër ti i pist. Ose të shkosh të lashesh për lash me tobe dhe istighfar. E pastaj parfimosesh me lavd dhe falënderim të Allahut. E pastaj Allahu ta leton ty të shtosh adhurimet që ngjitesh afër ti. Se Allahu është i mirë edhe vetëm të mirën e pranon. Allahu është i bukur edhe vetëm të bukurën e pranon. Andaj s'mundesh ti i njëllosur domethënë me mëkatet i pis, i bër pis me mëkatet tuaja që kundërmon erë të keqe, s'mundesh të afër Zotit. Andaj ato bëhen shkak që ti, kjo është një normale, për shembull nëse dikush kundërmon erë të keqe prej punës, prej djersave, prej çorrapeve. Edhe na s'kemi qef me ne të afër ti. Kemi kur kushfish. Por ndo Allahu do xhelala. Edhe andaj kanë thonë dietarët e selefit, po të kishin erë mëkatet, askush do të në të afër neve. E po mirësia Allah, na i mbulon. A nuk i konkretizon atë, nuk i e pëfor mëkatet, po i lën abstrakte, që vetëm ai ti shef, Allahu të xhelal, jo njerëzit. Për të kriju komunikim të rëndom të njerëzve me vetë. Kur kush nuk e di sekretin e tjetrit, por Allah i din gjitha. Edhe këtu dënshë gjithashtu edhe mëshira Allahu subhanahu wa taala.